Këtë video për këtë marrëdhënie në Big Brother e kam përzgjedhur për të gjithë, por sidomos për vajzat. Tani, a është normale kjo apo s'është normale? Domethënë, ka të drejtë Juela apo s'ka të drejtë? Dëgjojeni pak. Është një gjë që nuk është normale. 3 muaj, sa vite keni që merresh me të gjë? 11 vite. Që një vajzë të pranojë një situatë të tillë dhe bën si e dashuruar, ti nuk je dashuruar. Nuk është normale. Në normalitet një vajzë e dashuruar nuk bën sikur bën ti. Që ka ndjenja, nuk bën sikur bën ti. Absolutisht. Kështu që më mirë thuaj, çfarë bëjmë? Do të dalë fytyra jote zemra. Hëmur çuna. Normale është? Hëmi gocani. A është normale kjo? A ka drejt Juela apo s'ka drejt? Unë mendoj se deri diku ka drejt. Dim pse, sepse po ta analizosh nga ana sociale, nga ana njerëzore, sigurisht që s'ka sens. S'bën sens. Nuk është normale. Bëhet fjalë gjithmonë nëse ndjen, se nëse nuk ndjen, gjithashtu një lojë, gjithashtu një llogaritje e kështu me radhë. Po në momentin që ndjen, sepse ajo thotë ndjej, e kupton. Pra, në momentin që ti ndjen dashuri aty brenda, në asnjë vend botës nuk ndodh kjo. Në të gjitha vendet e planetit, në çdo lloj shoqërie kjo është anormale. Sepse ti nuk mund të vesh në të njëjtën peshore edhe dashurinë, po edhe lojën. Dhe të fitoj loja. Nëse fiton loja, do të thotë që s'ke këtë. Nuk vijen këto të dyja dhe edhe mos t'ja vëm këtë modernitetit të madh. Ç'është ky modernitet të madh? Ne jemi danez, jemi shqiptar, mos mendojmë si danez. Edhe në Danimark kjo nuk ndodh. Edhe në Danimark kjo është anormale. Dhe prandaj mendoj që këtu ka një kleçk tjetër, nuk ka lidhje fare me ndjenjat. Unë mendoj kot pa akuzu fare që këta duhet të kenë një lidhje përjashta, të cilën e kanë akoma. Është futur dhe kjo tjetra që bën sikur se njeh, por në fakt i doli gënjeshtra sepse ne pam dhe videon. Dhe, janë futur me lut Big Brother, por nga ana tjetër, ata duhet dinë atje brenda që publikun, ata njëri tjetrin dhe mund ta gënjejnë atje, ama publikun nuk e gënjejnë dot, sepse publiku i ndjek 24 orë dhe shikon. Por ç'është e vërteta, në asnjë lloj vendi kjo nuk është normale.